Korça mirëpriti Kongresin e 6 të shoqatës ndërkombëtare të policisë, një ngjarje e rëndësishme që shënoi themelimin e rajonit të ri të IPA Ignatja. Aktiviteti nisi me një paratë të uniformuar nga sheshi para teatrit drejt katedrales Ngjallja e Krishtit, ku pjesëmarrësit mbajtën flamujt kombëtar të vendeve të ndryshme. Skënder Doda, presidenti i IPA Seksion Albania, në fjalën e tij theksoi rëndësinë e këtij kongresi për forcimin e lidhjeve mes policive dhe zgjerimin e organizatës, duke theksuar përkushtimin për të ardhmen e IPA në Shqipëri. Zgjodhëm Korçën edhe për efekte të turizmit, duke pasur parasysh që në këtë kongres ne kemi ftuar nga vendet e Ballkanit. IPA Seksion Albania, unë kam theksuar edhe herë tjetër në stacionet tuaja, është një shoqatë ndërkombëtare e themeluar në 1950 në Angli, nga policia Artur Trop. Dhe misioni i saj është afrimi, si thua, misia me policët në gjithë vendet e botës. I pranishëm në ceremoni ka qenë dhe kryebashkiaku i Korçës, Sotiraq Filo, i cili përshëndeti këtë kongres dhe foli mbi rëndësinë e tij në të ardhmen. Një ngjarje e rëndësishme për gjithë ata që punojnë në fushën e sigurisë dhe forcimit të ligjit. Në një kohë kur sfidat e sigurisë po bëhen gjithnjë e më komplekse, puna dhe përkushtimi juaj si pjesë e kësaj shoqate janë të domosdoshme për të garantuar një shoqëri më të sigurt dhe më të drejtë. Të pranishëm kanë qenë edhe delegatë të shoqatës ndërkombëtare të policisë, të cilët mbeten të mahnitur nga mikpritja dhe bën thirrje që kjo shoqatë të forcohet edhe më tepër. Unë jam presidenti i IPA-s në Malinezi. Jemi dy popull miq dhe është shumë e rëndësishme të kemi bashkëpunime të forta me njëri tjetrin. Jam shumë i lumtur që jam sot në Korçë dhe shpresojmë që ta forcojmë më tepër këtë shoqatë. Ngjarja kulmoi me ndarjen e certifikatave të mirënjohjes dhe një koncert artistik nga grupi Lira dhe ansambli Skënderbeu, duke përmbyllur kështu një kongres të suksesshëm që vendosi themelet për një bashkëpunim të fortë në vitet në vijim.